Në Qendrën Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia ka nisur përgatitjet për edicionin e 64 të Festivalit Mbarkombëtar të Këngës për Fëmijë, një nga traditat më të bukura artistike që identifikon Shkodrën si qytet të artit dhe kulturës. Kena fillu përgatitjet për një festival, festivali i zemrës, festivali i fëmijëve, festivali i çdo qytetarit Shkodrës. Këtë vit kemi 30 këngë, është një fluks i madh, pra edhe një punë e madhe që na pret, por dëshira shumë e madhe. Ne kemi nga gjitha trevat shqip folse dhe besoj se kualitetet e këngëve kanë që të kena pjesëmarrje nga shumë qytete të Shqipërisë. Edicioni 64 pritet të sjellë edhe element të rinj artistik, duke pasuruar më tej këtë traditë të çmuar. Krahas fëmijëve që janë të festivalit që kanë ardhur nga vjet, kemi edhe promje të reja, e këto promje kryesisht vijnë nga bilbilat që zhvillohen çdo vit. Janë fëmijë talentum, janë fëmijë që të gjithë kanë konkurruar si solista. Kjo do të thotë që është një kori shumë i mirë. Shkodra vijon të mbetet shtëpia talentit dhe e brezave që rriten me dashurinë për muzikën dhe kulturën, duke ruajtur këtë festival si një nga ngjarjet më të rëndësishme artistike për fëmijët në hapësirën shqiptare.